edhe mu mjetë peng, edhe mjetë si që populli thot pik, po që vënu. Pra, Haman, thot, po e jep televizori lajme, thot, prekazi, po bëhet luft, thot, po në prekazi kanë rrëthua dhe mjesharin. Se Ademi na tha, bile pikrisht mua, duhet ta kryeni atë aksion, po, thash, baci Adem pas kem, tha ti qoj, se ne bisedonim, po, jo veç me Fatmiri me mua, unë me Fatmirin edhe me të tjerë, po duhet shpejtojmë, sepse kjo pranverë. Ne nuk e dishëm, po që me 5 mars do të sulmojnë, po e dinim që mars prill nuk kalon. Po, nuk kalon. Sepse përgatitjet, mëra me men në atë fabrikën që ka qenë aty, shumë ma herët i këshim vrejtë që po hien kamiona, po futen ma shpesh, e kanë shpeshtue, hyrjen, daljen, ata të kanë të regu që jenë ka sjellin diçka, ata kanë sjell armë, jenë përgatit. Po, ne u vanum. Me 5 mars ne ishim Tiranë, po fakt që u vanum. Aja na jetë të gjithve që po u vanum. Të gjithë na jetë që u vanum. Edhe mu mjetë peng, edhe mjetë si që populli thot pik, po që u vanum. Tash rrëthimi, ato nuk mund ta komentoj, po sigurisht ka qenë edhe rrëfim i rrëfeshëm, shumë i shpejt, me tanke me vërtet ka qenë, qysh edhe të regojnë se mon nuk ka pas shans kush më ofru. Se rrëthimi ka qenë i hekur. Lajmin e kemi marë në mëngjes. Bile, isha me një me gjithë Hasanin edhe po dalëm. Edhe ka qenë i vështris, se aja aro me luz veç, aja dalëm ma shpejt. Dalëm, ka qenë i farë qendre Nikolino që aty Kosovartu, që aty, i farë, kur një farë moni prej shale, prej vlahije, po vjen drejtim të kundërt. Besoni burra, kur e kom pa, thëmë vallaj, kanë digjuat diçka moni. Se apeshej ka humë qera. Në pami halon distancë, po sa ofrua, a e kilshu televizorin. Po edhe lajme të radion. Pra, Haman, thot, po e jep televizori lajme, thot, prekazi, po bëhet luft, thot, po në prekazi kanë rrëthua dhe mjesharin. Ashtë interesant se ta ishit të gjitha stacionet, televizionet, në Shqipëri, në Tiranë, të gjitha e kanë komentu pa ndërprej, rrëthimin e Ademit. Ta ishim masa nej deri sa u organizuam, na u vanum, tek me 21 mars imi hinë Kosovë. Disha aksioni ku marë pjesën, ka marë pjesajt Jashari, ka marë Besim Rama, Idris Aslani që o prej Shale, edhe unë si Alianus. Kina marë pjesë në ato aksione. Ato aksione në krye gjithëhere me direktivat Ademit, se i prumë do refugjat prej Kroacije do kriminel, që aty pak i tremo me do granata dore, masandej, shkolla ku është e policisë tash, po akademia policore, atëhere ka qenë sërbët e paten okupuaj, moren, bile, por s'ka i rrugë, kur hinë vështri, krejt i kam pa basi i stikome me dhe, e mboluan që mos me mujtë më ofru. Edhe aty e kemi kryen një aksion, po këtë aksion e këmë krye veç unë i Idrisi. U afruam, po tash me që pa pas frikë, se pas bëllojmë do një sekret, u afru me granata. Ato granata dore, Ademin e i ka qua për mes Rahman në Ramës. Se Ademin në tha, bile pikrisht mua, duhet ta kryeni atë aksion, po, thash, baci Adem pas kem, tha ti qoj. Në bisede si për,
thot Rahmani, thot, e din shpinë e Idrizit, Aslanit. Sepse ky Idriz Aslani kishte dajt në qatë fshat në Krashtis. Thot, e kum vetë Rahmanin shpinë tonë nuk ta din, thash shumë rregull. Me që po e di ka shpinë e Idrizit le t'i qënë. Unë e informova Idrizin, thash, po Rahmani. Me qenë se Rahmani nuk e nifsha, se ish për me moshi shumë ma i ri se unë, edhe po informoj Idrizin, thash Idriz, ai miku i Adem Jasharit, Rahman e pas ka emnin, thëm i bjen të ti. Dhe i kish dërguat e Idrizi, po e takoj Idrizin, edhe po e pes. Thasha i ka si e tha po. Edhe atëhere, që ato i kemi hedh në borën e shkollës policisë. Kuptohet atër, e kam pas sërbët, jo larg asaj sot. Edhe jemi ofru, po ka qenë shumë rrezik më ofru, sepse ne e kuptuam se snajperist ishin por rreth. Se ne e përgatitëm terrenin, e vëzhguam disa ditë, sepse ata veç fillun, snajperist me hipën kulëm, balkona, po mos me qenë i kujdesshëm, po krejt u konë vëzhgim. Dhe gjetëm një vend si strategjik, ku s'mund t'na gjuhin ata, edhe po me Idrizin i hedhëm ato granata, ka qenë të fuqishme shumë, po këto ishin. Ta ishin edhe do aksione skajve që është.